Rreth 55% e familjeve shqiptare deklarojnë se i përballojnë shpenzimet e një muaji me shumë vështirësi ose me vështirësi. Kjo shifër është shumë më lartë se sa mesatarja e Bashkimit Evropian, ku vetëm 17% e europianëve ndihen të varfër. Në rajon të varfër ndihen 34% e serbëve, gjysma e malazezëve dhe gati gjysma e maqedonasëve. Shifra dalin nga Eurostat, i cili madhe varfërinë subjektive për të plotësuar treguesit tradicional të varfërisë, si për shembull rreziku për të qenë i varfër, mungesa e rëndë materiale dhe sociale, apo jetesa në familje me antar të papunë. Në këtë aspekt, shqiptarët renditën të dytët në Europë pas grekëve, ku 67% e popullsisë atje perceptojnë se janë të varfër. Megjithatë, Shqipëria ka diferencë të lartë mes nivelit të varfërisë monetare të matjeve zyrtare, që është rreth 20% në 2024, dhe perceptimit të banorëve që mendojnë se janë të varfër, që i kalon 50% me një diferencë prej mbi 30 pikë përqindje. Instat raportoi më herët se në vitin 2024, treguesi i rrezikut për të qenë i varfër në Shqipëri është 19%, ku pragu i të ardhurave për një person është 330 lekë në ditë ose 9700 lekë në muaj.